Në Hag sot mbahet seanca e fundit e deklaratave përmbyllëse në rastin kundër ish drejtuesve të UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Recep Selimi. Në fjalën përfundimtare, Hashim Thaçi deklaroi se propaganda ruse dhe serbe manipuloi Dik Martin, ndërsa qëllimi ishte të diskreditohej pavarësia e Kosovës. Kur votuam në Parlamentin e Kosovës për themelimin e kësaj gjykate, ne besuam se ajo do t'i trajtonte akuzat në raportin e Dik Martit dhe do të vepronte në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës e Kosovës. Në praktik, asnjëra tjetra nuk ndodhi. Unë jam kritikuar shumë dhe kritikuam ende në Kosovë, pse mbështetëm themelimin e kësaj gjykate. Kritikët thonë se kjo gjykatë synon kriminalizimin e luftës sonë për liri dhe idenë e pavarësisë. Këtë nuk i kam besuar në atë kohë kur e votuam, por uroj sinqerisht që koha të dëshmoj që unë kisha të drejt e kritiket e kishin gabim. Kjo prokurori në vend që të heqë rënë e zezë Kosovës, kërkon t'ja zjet diellin me një stuhi të zezë, të ashtu quajtën ndërmarrje e përbashkët kriminale. Ish zëdhënësi UÇK-s ka mbajtur një fjalim emocional ku ka rrëfyer edhe për përvojën e tij të gjatë si burgosur. Sot ndodhem në vitin tim të 16 të burgimit, vetëm se luftova për liri pavarësinë e popullit tim. Thash në vitin e 16, se 10 vite e më tepër burg i kam kaluar nga viti 1981 deri në vitin 1991. Të kesh kaluar 16 nga 75 vitet e jetës në burg dhe të jesh privuar nga ajri i lirisë, nuk është diçka e vogël. Ish antar i shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Recep Selimi e kritikoi prokurorinë se vuri në shënjestër edhe pavarësinë e Kosovës. Megjithëse prokuroria, që në fillim të paraqitjes së saj, të fjalës përfundimtare, deklaroi se nuk kërkon dënimin e shtabit përgjithshëm të UÇK-s, gjatë gjithë kohës që pati në dispozicion, shënjestër e saj ishte pikërisht shtabi i përgjithshëm i UÇK-s, ushtria çlirimtare dhe në veçanti qëllimi i saj, që ishte pavarësia e Kosovës. Ish antari i shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Kadri Veseli ka ngulur këmbë se prokuroria nuk ka arritur të dëshmojë se ai ka kryer ndonjë krim, siç pretendohet në akt akuzën kundër tij. Pas dekadash hetimesh, dokumentesh dhe dëshmish të panumërta, nuk ka asnjë provë që të tregoj se kanë kryer ndonjë krim. Nuk është provuar asnjë veprim i kundërlidhshëm nga ana ime. Kjo nuk është çështje interpretimi, kjo është çështje fakti. Pas përfundimit të deklaratave të tyre, kryegjykatësi Charles Smith e shpalli të mbyllur çështjen gjyqësore. Seanca e fundit u mbajt vetëm një ditë pasi mijëra qytetar u mblodhën në Prishtinë në mbështetje të katërshës të UÇK-s dhe për të kërkuar gjykim të drejtë, ndërsa prokuroria ka kërkuar nga 45 vite burg për secilin prej tyre.